deputetëve në kuvend. Dhe në këtë rast, pa marrë parasysh sa vota ka fitu Lëvizja e Vendosje, mendoj që me njerë pas përfundimit të zgjedhjeve 28 dhjetor, është dashur të ketë një qasje partneriteti për bashkëqeverisje, qysh atëherë, me njerën për i partive dim që për ta preferenca ka qenë LDK, jo PDK ose AK, kështu që është desh ndoshta të bisedohet qysh atëherë. Dhe mendoj që në momentin kur është bëja ndarja, kur në një farë formë u kuptua që Lëvizja e Vendosje nuk e përkrah dhe një kandidaturë të re të zonjës së Spanjës për presidente, mendoj që aty pastaj veç kishte përfunduar çdo gjë sa i përket LDK-s, pasi që LDK-ja tashmë duket që do të ketë një ribashkim me zonjën e Spanjës dhe për ta është një aset shtesë dhe një shpresë shtesë se do të ketë ndonjë ndryshim rezultati në procesin e ardhshëm zgjedhor. Dhe nëse nuk do të shkojë tash në zgjedhje, do të humbi ndoshta edhe ai kredit që ishte krijuar nga zonja e Spanjës gjatë këtyre viteve sa ishte presidente, posaçërisht me ato aktivitete gjatë vitit të kaluar. Kështu që kjo është situata në të cilën gjendemi dhe përgjithësi ka secili nga pak. Mirë po thjesht nuk mund të arrijë marrëveshje dhe në momentet kur nuk mund të arrijë marrëveshje, deklarohet publikisht, shkohet në proces të rizgjedhor. Fundja është që unë kam frikë që prapë edhe pas një procesi të rizgjedhor në qershor, prapë do t'jenë këto dy parti që do duhet të ulen dhe të duhet të ofrojnë një zgjidhje për këtë problem. Pasi që mbase është e tepërt për të pretenduar që partitë opozitare do të marrin një numër të atill të votave sa që do të alenin Lëvizjen e Vendosje edhe jashtë qeverisë, edhe jashtë procesit të zgjedhjes së presidentit. Kështu që nëse veç do duhet të arrijë një marrëveshje mes këtyre dy partive, nuk do duhet ndoshta të pritej një pozicionim më i mirë i partive, po të arrijë një marrëveshje tash mirë, po edhe marrëveshja ndoshta që është ofruar nga zoti Kurti dhe Lëvizja e Vendosje nuk ka qenë mjaftueshme për LDK-n. Kam thënë dhe më parë që nëse do t'ishte ofruar ndoshta pozita e kryetarit të kuvendit së bashku me pjesëmarrjen e qeverisje, ndoshta do të kishte qenë një ofertë më joshse edhe për LDK-n, ndoshta edhe eventualisht edhe pranuar